Rejmana i ka mbërritur në Turqi ku pritet të firmos me skuadrën e Sivasporit dhe të bëhet pjesë e saj për vijimin e sezonit. Ai është pritur si hero në aeroport nga tifozët një ditë më parë dhe sot është përshëndetur posi i tillë dhe në stadium para ndeshjes që Sivaspori luante ndaj Pendiksporit. Ndryshe nga ajo që mendonin tifozët, Mana i ka përshëndetur dhe pastaj është ulur në tribunë duke ndjekur sfidën si një tifoz, pamundur të jap kontributin e tij në fushën e lojës në duelin që u mbyll 0-0. Ai është lojtar i lirë dhe ka gjetur akordin me Sivasporin edhe për detajet ekonomike të marrëveshjes së re, por tashmë ka një pengesë tjetër që ndalon për momentin firmën. Klubi të Sivasporit i duhet të largojë një lojtar të huaj nga kontingjenti aktual për të liruar vendin për Manaj në ekip. Kjo pasi për këtë edicion klubeve të kategorisë së dytë turke u lejohet të regjistrojnë deri në 14 lojtarë të huaj dhe 2 prej tyre duhet të jenë nën moshën 23 vjeçare. Ndaj, pa u regjistruar një nga lojtarët e huaj që ka aktualisht në përbërje, Sivaspori nuk mund të bëjë regjistrimin e re i Manajt.